kush është ai armik i cili realisht na shkakton vazhdimisht problem, na sill të lashën jetë. Dhe kemi kuptuar në bazë të udhëzimeve të Zotit ton i cili na njeh shumë mirë, ai na ka krijuar, është i gjithdijshëm, ai na ka informuar se burimi i shumë problemeve në jetën tonë dhe shkaktari i shumë të lashave, madje përleshjeve, konflikteve, paqarësive, dilemave të shumta që njeriu me to ballafaqohet në ti është djalli i mallkuar, shejtani. Dhe Allah në mënyrë të qartë na tha, shejtani është armiku juaj, andaj trajtojeni si të tillë. Ne vim duhet të flasim të nderuar vëllezër dhe motra edhe për disa detale të rëndësishme që kanë të bëjnë me këtë armik dhe me përpjekjet e tij për të na sill probleme. Kim përmendur dhe këtë nuk duhet haruar, se problemi më i madh në jetën tonë është dobësimi i raporteve me Zotin tonë. Problemi më i madh në jetën tënde është ta humbësh për krahën e Zotit, të zhgënjehesh, të dëshpërohesh nga falja e Allahut mënduar. Problemi më i madh në jetën tonë është që ti shkelësh të drejtat e Zotit tënd, të kthesh shpinën Zotit, ta braktisësh Zotin tënd. Kjo është problemi më i madh në jetë. Të ndjekësh rrugë të tjera duke braktisur rrugën e Zotit. Dikush mund të pyetet, si e bën ai këtë? Çfarë metodë ai përdor? Padyshim se edhe për këtë na ka folur Allahu te bareku teala. Ajo që duhet ta kuptojmë në fillim të kësaj të nderuar, vëllezër dhe motra, është se Allahu xhalla xhelaluhu shejtanit ja ka dhënë mundësitë e kufizuara. Nuk mund të bën ai çfarë don. Nuk mund të sill dëm sa të don, kur don. Jo, nuk mund ta bën këtë. Nëse edhe ai është nën pushtetin e Zotit xhalla xhelaluhu. Por ja ka dhënë Allah disa mundësi për shumë urtësi që të realizohet qëllimi i krijimit dhe sprovën në kësaj bote. Shejtani është sprovë, por e tejkalueshme dhe e menaxhueshme. Nëse ne shërbejmë udhëzimet e duhura. Në një hadith Muhamedi sallallahu alaihi wasallam të nderuar, krejt strategjinë, të gjitha mjetët që i përdor shejtani për të na bërë të lashe, për të na sjellë probleme në kësaj bote, i ka përmbledhur me një fjalë, duke thënë Elhamdulillahi alladhi radda kaydahu ila alwaswasa. Elhamdulillah. Falërimi i takon Allahut, i cili të gjitha përpjekjet dhe kurthet e shejtanit i ka kry në cytje. Do të thotë, shejtani nuk ka mundësi të bën diç më tepër se cytjes. Përpjekje për të na përshpërit nga afër, nga brendia, që përmes kësaj përshpëritje dhe përmes këtyre cytjeve të tenton na orienton ka mëkati, na shkput nga Allahu xhalla xhelalu, na kthen në rrugën e djallit, që të bëhemi me te kundër vetvetes, të bëhemi me te kundër njëri tjetrit, të bëhemi me te kundër Zotit ton, kundër udhëzimit të Zotit, kundër dritës. Ai përmes cytjeve të na merr nga drita në errësirë. Si e bën këtë? Cytjet, çfarë karakteri kanë? Të ndryshëm. Cytjet nga më të ndryshmet. Por duhet të përmend disa prej tyre, që të jemi të kujdesshëm dhe të kuptojmë drejt se cilën rrugë duhet ndjekur, si duhet trajtuar këto forma të cytjeve djallëzore që të eliminojmë burimin e problemeve dhe kështu pastaj edhe të largojmë problemet e mëdha të jetës tonë që kanë pasojë në këtë botë dhe në botën tjetër, sikur që kemi. Shejtani i mallkuar përmes cytjeve tenton të na frikson. Allahu xhalla wala në Kur'an përmendi: "Inma dhalikum ash-shaytanu yukhawwifu awliya'a." Ky është shejtani. Çfarë bën ai? Ju frikson përmes formave të ndryshme, përmes pasuesve, përmes presionit të caktuara. Po e rëndësishme është ju frikson. Çka të frikson shejtani? Të frikson për shumë gjëra. Të frikson fillimisht se nëse e ndjek rrugën e Zotit, nuk i më qenë i lumtur. Njeriu e kërkon lumturinë. Njeriu ka qenë me konrat. Andaj ai të frikson nga rruga e Allahut te bareku teala, nga udhëzimi i Allahut xhalla xhelalu. Të frikson se nëse e ndjek rrugën e Zotit, nuk i më pas kënaqësi. Nga se në rrugën e Zotit ka kufizime, ka dëshpërim. Në rrugën e Zotit ka, domethënë, privim nga kënaqësitë e kësaj bote,
Andaj del këtë palë këtu e kënaqur këtë botë. Gëzoje jetën tënde, shfrytëzoje rinin si duhet. Nga nëse bësh i nëshuar Allahut, nëse i bindesh Allahut xhalla xhelalu, nuk do të gëzosh atë që realisht është në dobinë tënde. Këtë frikë pastaj let të kthen ka mëkatimi. Të frikson se nëse jep në rrugt të Allahut te barekuhu teala të paksohet pasuria. Nëse jep realisht e privon veten nga shumë kënaqësi që ka pas mundësi me i përjetu me para që i ke, me mundësi që i ke, ndër ti e ke jap dikujt tjetër. Ai me këtë mbill kompracin. Shikoni, duke na friksuar mbill kompracin. Do më fal. Dikë që ka bë gabim në raport me të. Do më pajtu me tjetrin. Ai të frikson, se kjo pastaj e inkurajon ato kundër teje. Kjo pastaj të sjell të dobët dhe të frikson nga leximi i gabuar i të tjerëve për qasjen fisnike që e ki në problemet e caktuara, që të falesh për shembull. Të frikson për të ardhmen. Se nëse nuk e zgjat dorën pak ka harami, nëse nuk merr pak nga korrupsioni, nëse nuk uzurpon pak, nëse nuk mashtron pak me halal, s'mundesh me ia dal. A do me shkollu fëmijët, a do me ndërtu shtëpi, a do me shku diku në pushime, a do të bën këtë kështu me radhë. Nuk mund t'ja dalësh me rrugën që e ke. Të frikson. Dhe kjo frikë pastaj njerëz i shtyn që të hyjnë në errësirat e mëkatimit, që të përfitojnë në forma të ndryshme. Dhe kjo frikë. Pastaj çfarë bën tjetër? Çfarë karakteri tjetër ka edhe çytja e tij? Karakter zbukurues. Shiko, ka karakter friksues dhe ka karakter zbukurues. Diku e përdor friksimin, e diku e përdor zbukurimin. E hieshon të keqen, dua të them, e hieshon të shëmtuarën, ndërsa tenton me e shëmtu të mirën, që një të anon ka e keqja, ka mëkatimi. A ka gjë më të bukur në jetën e kësaj bote të ndruar vëllezër dhe motra? Sa adhurimi? A ka gjë më e këndshme se sejdëja, se përmendja e Allahut? A ka gjë më e këndshme se respekti i prindërve, se dashuria mes njerëzve, se dashuria mes bashkëshortëve, se familja e mirë, se raporti i mirë, a ka diçka më të mirë? Nuk ka. Por ja që shejtani nuk i pasuron gjërat kështu. Ai tenton që ti përmbys fotografitë, duke e zbukuruar të keqen. O zbukuron për shkakun njerëzve përdorimin e drogës. Se e përdor, jeta zbukurohet. Nihesh mirë, i lumtur, largon brengat, e zbukuron drogën, e zbukuron hajnin, e zbukuron imoralitetin. Ndërruar, njeriu i martuar, po dëgjojmë që ka tradhti bashkëtorë. Gruaja e martuar ka tradhti bashkëtorë. Çfarë ka pa te tjetri që s'ka pa tek burri? Çfarë ka pa te tjetra që s'ka pa te gruaja? Përveç se i pjesës të zbukurimit të shejtanit fatkeqësisht, për me e cyt ka mëkati, për me e cyt ka poshtërsia dhe punë të këqija. Njerëz u zbukuron edhe vrasjen. Po, e zbukuron vrasjen. Edhe pse është skajshmërisht e shëmtuar, e zbukuron. Me çka e zbukuron? Me fryrjen e trimnis, e të guximit, apo e të lavdatave pastaj që mund vinë se nuk unë pasht, e nuk u zbraps, e kështë më ratë. Për shembull që me e zbukuru përgojimin, me e zbukuru bartën e fjalëve, me e zbukuru di që nuk është aq edhe e bukur, sikurse shumë bukurit e kësaj bote. Për këtë arsye Allahu xhallahu ala në Kur'an ka folur shumë për xhenetin, për çfarë arsye? Për të na prezantuar bukurinë reale. Ky është realiteti. Këtë bukuri duhet ta synoni. Dhe nuk duhet që në emër të çfarë do lloj bukurie ta humni bukurinë reale, të përjetshme që është në xhenet. E mbi gjitha bukurinë e kënaqësisë së Allahut te barekuhu teala. Njeriu zbukuron edhe autoritetin. E pastaj në emër të autoritetit, në emër të lavdatëve të njerëzve, nuk heziton që të shkel edhe në fushat e minuara, të shkel edhe në moçalet e kontaminuara, të shkel në vendet e rrezikshme, pa problem, në kërkim të autoritetit, në kërkim të lavdit, në kërkim të krenarisë,
në fund bindë se gjitha kanë qenë, domethënë, mjegulla, kanë qenë mashtrime në formë të zbukuruar. Çfarë përdor ende shejtani të ndëruar? Shejtani të ndëruar ka një përvojë, jo thjesht, jo të vogël, na njeh mirë. Prandaj ai e di që njeriu mund të bie në probleme, përmes ndoshta dy faktorëve kryesor, që janë dilemat dhe janë epshet. Të dikur vjen gjallë dilema caktuara, që ato në realitet janë skajshmërisht të paqëndrueshme, por i bën shejtani interesante të qëndrueshme. Për shembull, nga njëre lexojmë ose dëgjojmë ose diskutojmë me njerëz të cilët kanë dilema për fen. Mohojnë diçka nga feja e Zotit te barekutaala, nga Islami. E shetin në esencë që kjo dilema është e paqëndrueshme. Nuk ka nuanca racionale, nuk ka absolutisht, nuk ka. Se ka disa dilema që, domethënë, mund të kapësh dikun, mund të jenë deri dikun të arsyeshme, prandaj ka edhe për to përgjigje. Por ka shumë të tjera që realisht nuk janë të qëndrueshme, janë thjesht pjellë djallëzore, janë thjesht cytje e djallit që të ngjall dilemat tek njëri. Sikur që ka përmendur pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, vjen tek njeriu i thotë kush e krye këtë, njeriu futet në këtu, tash udhëtime, derisa vjet edhe thotë e Allahun kush e krijon, një kush e ka krijuar Allahun. Kjo pyetje nuk bëhet kjo pyetje. Nga së është pyetje pa qëndrueshme, pa logjikshme. Nga se kemi të bëjmë me krijuesin dhe me krijesën. Rregullat, standardet, kriteret që vlejmë për krijesën nuk mund të vlejmë për krijuesin. Absolutisht, krijuesi nuk është sikurse krijesa. Nuk mund t'ia bësh të njëjtat pyetje krijuesit që vlejmë për krijesën, është e palogjikshme. Për këtë ka shumë sqarime, nuk dua që të futem tash në këto sqarime, nga se nuk e kemi kohën, por dua të më shikoj deri ku shkon. Ngjall dilema për Kur'anin. Për shembull, çfarë dilema njerëz kanë ngjall për Kur'anin? Çesharake të paqëndrueshme. Por ja që këto kanë qenë fatkeqësisht të suksesshme për shumë njerëz. Ne ruajmë nga këto dilema, ruajmë këto vezvese, janë cytje, nuk janë realitet, janë mashtrim. Ose përmes epsheve, ngjall epshën e njeriu. Kujtën që thot populli, kujtën e ngjall. Shejtani ka kujtën e njeriu, ka xhamia të fortë, nga se din se njeriu lakman, njeriu ka dëshirë. Prandaj erdhi te Ademi alayhis salam, atë që Allahu e krijoi direkt, pa proces përmes prindërve, sikur ne imi krijuar, imi lindur. E krijoi Allahu azza wa jalla, ja mësoi emrat e gjërave, ja përuli melekët, e futin në xhenet. I tha, çka dush, prej ku të duash, sillu ku të duash, përveç kësaj pemë mos e prek. Erdhi shëtoi pikër të kjo pemë, dhe me çka e mashtoi shëtoni? Me kujt? Tha, ala adulluka ala shajaratil khuldi wa mulkin la yabla? A do me të orientu ka druri përjetësisë dhe pushteti që nuk humbet? Këtë të droj s'ka kanë si këtë dru. Veç nëse për këti dru një hanë, këtu kemi koni lumëtur. E këta dru i tjerë që njësi këtë pse këta sënë kështu? Ka se njëri është i prirur me prek të ndaluara. Janë gjallë kurreshtin e keqja. E pse është kjo e keqja? E pse e ndaluar? Dhe shejtani u mashtrua. Dua të them, shejtani e mashtroi Ademin alayhis salam. E mashtroi. Me çka? Me kujt? Dhe kjo u bë mësim pastaj për njerëzit, se nëse nuk e menaxhojmë kujtën tonë, lakmin tonë, epshin tonë, me udhëzimet e fesë, me udhëzimet e shpalljes, me mësimet e Zotit, bëhemi let vegël e manipulueshme përmes çytjeve të shejtanit.